Ferhat Rahmani në një farë mënyrë pak papritur u bëre kryefjala e ndeshjes me Hibernianin. E kishe pritur dhe si u ndjeve realisht, nuk është se ke mbrojtur shumë ndeshje zyrtare, po themi, jo më flasim në Europë. Po shiko, ne jemi 25 lojtarë në klub dhe gjithkush duhet të jetë gati, shkaku se ne me këtë sport merremi dhe jemi profesionist, edhe paqetë që ishim gati gjithmonë. Edhe gjithmonë do jemi, jo vetëm unë, po gjithë lojtarët këtu që jemi në Shkëndijë. Tani, sa i përket lojës, pat emocion kur mësove se do t'jesh në port dhe pastaj realisht ai futbolli britanik e ka të kënaqësinë e vet. Pat emocione apo thjesht arritet të menaxhosh gjërat? As pak, thjesht ish te masi i kënaqur edhe mundova të bëj maksimumin atë që di, edhe e gjitha ish kjo, s'kish diçka ekstra ose emocion ose normal, emocionet ishin pozitive, jo nga ana si frikë, ishte gjithçka e natyrshme. Tani, kështu ti arritet ta menaxhosh veten, thjesht futu dhe bëj atë që din, asgjë më pak, asgjë më shumë. Sa i kënaqur me atë që prodhove, sepse është folur jo pak kjo puna e paraqitjes tënde. Mendoj që mundshim edhe më shumë, mendoj që mundshim edhe të evitojmë edhe 2 golat, mirë po kjo është ajo që munda, më shumë shpresoj në ndeshjen tjetër, ndeshjet e ardhshme. Tani ndërmjet 2 ndeshjeve europiane me Hibernianin na pret nesër përballja me Vardarin. Si duket skuadra dhe ka tension apo thjesht shkojmë ndeshje pas ndeshje? As pak tension, gjithmonë të përgatitur me maksimumi edhe për ne çdo ndeshje është njëjtë. Gjitha ndeshjet ne futemi për të fituar, edhe çdo ndeshje pa marrë parasysh kush është kundërshtari, ne punojmë në bazë çfarë kërkohet nga trajneri dhe e japim maksimumin. Po si është skuadra në bazë të asaj që ka kërkuar trajneri në bazë të rikuperimit pas kthimit nga Skocia, si është skuadrën dhe çfarë mund pret publiku nesër nga Shkëndijë? Si gjithmonë, vetëm fitore, asgjë tjetër. Shumë të përgatitur, edhe pse kemi pak lodhje nga udhtimi, ndeshja, mirë po ky është futbolli dhe ne jemi gati të përballemi me çdo kundërshtar, pa marrë parasysh kush është ai. Do të thonë nesër shkohet për 3 pikë. Patjetër që po.